Në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet vendore të 11 majit 2025, Klement Çela, i cili drejton shtabin elektoral të Partisë Demokratike, ka zhvilluar një takim me strukturat e degës së Partisë Demokratike në Lushnjë. Gjatë takimit u diskutuar organizimi dhe strategjia që do të ndiqet për marrëvajtjen e fushës elektorale në këtë qytet. Çela theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe angazhimit të gjitha strukturave lokale për të siguruar një fushat efektive dhe të suksesshme në shërbim të qytetarëve dhe vlerave të Partisë Demokratike. Shtabin, në cilësinë e drejtuesit të shtabit të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ishte shtabi drejtues me gjithë hallkat dhe komponentët, pra personazhet dhe gjithë kapaciteti jon njerëzor që do të angazhohet në këtë fushat, për të dhënë disa porosi të veçanta dhe specifike dhe për të ndjekur disa hapa konkret në rrugën tonë pa kthim deri në 11 maj për të sjellë fitoren demokratëve Lushnjës dhe Shqipërisë. Si u duk angazhimi i njerëzve ose i strukturave? Angazhimi i tyre flet vetë, entuziazmi i tyre flet vetë dhe mjafton të shikosh dhe të hedhësh një sy rreth tyre dhe shikon gjithë ato fytyra të buzëqeshura dhe gjithë ato fytyra tetura për të sjellë fitoren e shumë pritur për gjithë demokratët. Dhe normalisht unë s'kam asnjë lloj droje dhe asnjë lloj hezitimi ta them që me këta njerëz dhe me këta personazhe unë jam i bindur që ne do ta sjellim fitoren dhe ne do të bëjmë të mundur që jo vetëm ne që angazhohemi, por gjithë shqiptarët pas 11 majit buzëqeshin. Faleminderit. Takimi u vlerësua si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të pranisë së Partisë Demokratike në Lushnjë dhe mobilizimit të mbështetësve në funksion të zgjedhjeve të ardhshme.